Profeti alayhi salatu wasalam në një hadith ka thonë: "Ta'ma yuribuk ila ma la yuribuk." Leja ata që ka dyshim dhe merr ata për të cilën nuk ka dyshim. Pastaj thot sepse gënjeshtra është shqetësim, kurse e vërteta është qetësi. Kështu është çështja e dyshimtave, dyshimtat shkaktojnë qetësi. E vërteta është qetësim, kurse e gënjeshtra është qetësim. Kjo është një farë termometri, po them kushtimisht që Allah na ka vendosur në shpirtin tonë që kur t'jen diçka gënjeshtër, njeriu ndjen shqetësim. Kur është e vërtetë, ndjen qetësi. Prandaj po thot profeti alayhis salam, merr ata për të cilën nuk ka dyshim. Pra, si nuk ke dyshim, ajo është e vërtetë. Ajo është e sinqertë, sinqeriteti sjell qetësi. Kurse në tjetër po thot, largoj prej asaj që është e dyshimt. Dyshimi është gënjeshtra më e madhe. Dhe për shkak të dyshimit kanë dalë devimet e ndryshme që nuk kanë të mbaruar. Për këtë arsye, robi Allahut kërkojnë sinqeritet. Po ka edhe shërbime të shumta sekrete në vende ndryshme, më herët e kanë zbatuar, nuk e di tani a zbatojnë, një aparat i matjes së gënjeshtër. Pse e kanë zbatuar atë aparat? Sepse kur njeriu gënjen, ndodh një shqetësim në organizëm. Dhe si shkak i atij shqetësimi mund ta regjistrojnë me disa aparate. Shikoni gënjeshtra sa e keq është. Gënjeshtra fillimisht ty, o robi Allahut, të përgënjeshtron. Dhe në vetë trupi jot nuk ta pranon gënjeshtrat. As vetën tonë s'mundesh me rrej. Sepse me të vërtetë gënjeshtra është aq e keqe sa që as shpirti yt s'e pranon. Prandaj largoju gënjeshtrës, o robi Allahut. Bëj sinqert, ato është qetësia, ato është lumturia.